Hapur kryeministrit vendit zotit Edi Rama. I nderuar zoti kryeministër, ne banorët e Tragjasit dhe përfaqësues të komunitetit ju drejtojmë me shqetësim të madh për projektin e qeverisë që synon të marrë 300 litra ujë në sekond nga burimet tona, për të devijuar drejt zonës së Dërmiut. Ky vendim i marrë pa një analizë të plotë shkencore dhe pa konsultim me komunitetin ton, rrezikon në rënd furnizimin me ujë të Tragjasit dhe zonave përreth, duke vënë në rrezik zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit ton. Burimet e ujit në Tragjas kanë shërbyer historikisht si një bazë jetike për banorët, duke mbështetur bujqësinë dhe jetën e përditshme të mira njerëzve. Aktualisht ky ujë mezi mjafton për nevojat e komunitetit ton dhe devijimi i tij do na lër pa një burim esencial për zhvillimin dhe mirëqenien ton. Ne kuptojmë rëndësinë e zhvillimit të turizmit në jug, por ky nuk mund të bëhet duke sakrifikuar një komunitet tjetër. Pra, interesat e tyre janë vënë përpara interesat mira banorëve të Tragjasit dhe të gjithë krajinës. Janë shkelur disa norma ligjore në hartimin e projektit. Nuk është bërë konsultimi publik me banorët. Nuk janë marrë parasysh nevojat në rritje të zonës, si për ujë të pishëm, si për ujitje. Nuk janë respektuar normat mjedisore dhe sasia e ujit të paprekshëm për mjedisin. Po të merreshin parasysh to kërkesa, do të dilte qartë si ujori i burimit nuk mjafton për zonën tonë, i cili do të vazhdojë të paksohet. Tragjasi është paralikuar në projekt me 11 litra në sekond për vetëm 160 shtëpi. Ndërkohë janë 500 shtëpi dhe furnizohet me 1 orë ujë në ditë. Ne hartu e kësaj letre. Bie Tragjasit. Jemi dëshmimtar të ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë 4-5 vjeçarëve të fundit me gjendjen e ujrave dhe sasinë e prurje. Po ju sjellin disa fakte të dhëna të krahasuese për të gjykuar për realitetin dhe prirjen paksuese të tyre. Qysh prej shumë kohësh dhe deri në vitet 60-70 shekullit 20, si përfaqja ujëmbajtëse e burimet e Tragjasit ishin më shumë se 10.000 metra katror. Sot ky basen është zvogluar shumë. Burimi kryesor i tij ishte një liçen 3 deri në 4.000 metra katror me thellësi 5-6 metra. Ishte një kohë që ujana jon ishte një mjedis i bukur, i këndshëm dhe madhështor, që frymëzoi artistë e piktorë si Nestori Osturi, Jonuzi e Skënder Kamberi, por edhe shumë të tjerë të cilët krijuan pikturat mrekullueshme. Ajo mrekulloi midis shumë të tjerëve edhe Pukovilin, ambasadorin e Napoleonit pranë Alipashës, i cili kur i pa në vitin 1808 i përshkroi ato dhe tërë fushën e Tragjasit si një vend i lulëzuar, i kultivuar dhe i kulturuar. U befasua atje në mesin e shekullit 19 dhe piktori i njohur angles Edward Lear, i cili shkroi në ditarin e tij çpamje të mrekullueshme. Nuk është ashtu sot, por ne duhet ta ruajmë, ta shpëtojmë dhe ta përmirësojmë dhe jo të vijë dikush apo disa nga lart me çekiç gryes e kadroma të shoqëruar dhe me policin ton dhe t'i vënë minën e kazmën e fundit. Nuk do t'i lejojmë. Për gjitha këto arsye, zoti kryeministër, ne banorët e Tragjasit dhe krajinës Dukatit ju shprehim jo vetëm kërkesën që me autoritetin që ju jep detyrë e lartë, ta anulloni dhe ta zhbëni vendimin dhe projektin për ndërtimin e këtij ujësjellësi që me të drejtë banorët e fshatit tonë e quajnë ujmarrës, por njëkohësisht edhe vendosmërinë dhe vullnetin e palë kundër për mos lejuar zbatimin e tij. Uji burimeve tona është jetik për jetën tonë si qenie njerëzore, në kushtet e paksimit vazhdueshëm të prurje dhe tharje të burimeve që ne i shohim vit pas viti dhe veçanërisht nëse do ndërtojë një ujmarrë si tillë gjigant, brenda një kohe të shkurtër ne do të mbetemi pa ujë të pishëm. Madje edhe ujmarrësi sikur të ndërtojë shumë shpejt do të dilte jashtë përdorimit apo funksionimit të tij. Prandaj edhe ata tej qafës të kërkojnë rrugë e mundësi më të sigurta. Lidhur me premtimet, ne kemi 2 përvoja të hidhura. E para në 2007 të burimet tona u bë një investim. Na u tha se do të merr një muj 24 orë, por nuk ndodhi kurrë. Po ashtu dhe kanalizimet e ujëra zeza, të cilat janë të papërfunduara.
E dyta, në vitet e qeverisjes tuaj në tokën e Tragjasit u ndërtua një central elektrik i cili çoi energjinë e sigurt në Palaz dhe Dërmi, ndërsa në Tragjas e Krain sa fryn një herë elektrikën energjia. Ujtë e burimeve tona kanë qenë elementi kryesor i rezultateve tona në bujqësinë blegtori në shekuj. Tradita të lashta në blegtori që ne nuk duam t'i humbasim. Kështu edhe për bujqësinë tonë, nga këto burime vaditeshin afër 1200 hektar tokë. Me ujtë e paksuar kjo mundësi është ulur. Burimet tona dhe mjedisi i ngushtë për rreth tyre janë pjesë e jetës tonë shpirtërore, janë pjesë e historisë dhe identitetit tonë si tragjasiot. Për mira vjeta atje kanë nisur rrugë jetë shumë ngjarje historike. Është një fshat me histori më shumë se 3000 vjeçare, me jetë të pashkëputur, me të njëjtën emër dhe me vazhdimsi të pandërprerë të popullsisë. Nuk po shkojmë larg. Në vitin 1829 atje këtu buz burimeve erdhi Ismail Beu Vlora i parë, gjyshi Ismail Qemalit, dhe kuvendi banorëve vendosi të hidheshin në kryengritje në viteve 1829-1835. Në pranverën e vitit 1847 erdhi i biri i tij Mahmud Bey Vlora. Dhe populli u hop në kryengritjen e madhe që u quajt kryengritja e Tanzimatit. Vetë plaku i madh i pavarësisë Ismail Qemal Bey Vlora erdhi në vitin 1908 ku shpalosi idenë e mëvetësisë të Shqipërisë. Dhe në janar në 1113, kur u bëri thirrje bure grave të Tragjasit e të Krainës, të ngriheshin në luftë e të mos lejonin kalimin e mira mercenarëve grek që do shkonin në Vlorë e të zhvënin pavarësinë e Shqipërisë. Në vitin 1877, në Tragjas shkuan dy rilindasit e mdhenja Hasan Tasini dhe Naim Frashëri, të cilët u mrekulluan gjithashtu. Ai vend është i shenjtë për ne. Dhe ne nuk do lejmë njerit na i përdos, duke ngritur qibane e ngrehina. Jo qiban, por një monument për historinë tonë, për të rënët tanë, një monument që do të kujtoj brezave nga vinë dhe ku shkojnë do të ngrem atje. Do t'ishte në nderin tuaj ta bëni ju si shtet këtë nder të merituar Tragjasit, fshatit më të veçantë të Shqipërisë në shumë pikpamje. Nuk është mburje boshe e jona. Jules Bermeri, një nga udhëheqësit e rezistencës franceze në luftën e dytë botërore, pasi vizitoi Tragjasin në vitet 60 shkroi: sikur të kisha mundësi të zgjidhja një vendlindje tjetër përveç Parisit tim të barikadave, do të zgjidhja fshatin Tragjas të Vlorës në Shqipëri. Ju mund ta vlerësoni më mirë se shumë të tjerë këtë thënie. Keni jetuar në Paris. Burimet tona janë qendra shpirtërore, kulturore, argëtuese e fshatit ton. Janë një parajs shlodhse. Një nga më të mirat në krahinë e në Vlorë, e krahasueshme me parkun e Llogoras. Nuk lejojmë që një qiban të na krijoj ndotje, as ndotje akustike, as ndonjë ndotje estetike. Na mjaftojnë këngët e zonjve të repeve dhe zërat e gëzuar të fëmijëve tanë duke lozur përreth burimeve. Ne duam të ruajmë të tillë dhe do të ruajmë e do të përmirësojmë, por sikur të kishëm vendimin e qeverisë, tuajnë posaçërisht, me mendimin e përparuar estetike e modern për ta shpëtuar përfundimisht nga degradimi ku ka hyrë për shumë arsye dhe për ta bërë vërtet një parajs edhe më të mirë se sa ka qenë, një pikë turistike të veçantë të rejse. Tragjasiotët atje janë e do t'jenë në mbrojtje të së drejtës së vetë dhe të vendosur të mos i shkel kurkush me këmbë. Sot jemi kaq, nesër do t'jemi më shumë, pas nesër edhe më shumë. Është ngritur e gjithë krajina në mbrojtje të burimeve të ujit, sepse me ligje me kanun u përkasin atyre, neve, të gjithë bashkë, më përpara se çdo bashkësie dhe individësh të tjerë. Banorët e Tragjasit, adhetarë, të arsimuar e të kulturuar, por edhe luftëtar të patrembur në histori, nuk kërcënojnë njeri.
nuk sfidojnë kërkën për më tepër qeverinë e tyre, por me krenarinë e tyre nuk pranojnë që as këto t'ua bëjnë të tjerët atyre, as qeveria. Tragjasi tashmë ka besim vetëm tek ju, kryeministri Edi Rama. Prandaj kërkojmë anullimin e projektit dhe transferimin e tij vetëm tek ura i Zvorit si alternativë, jo si dëshirë, sepse edhe atje do të dëmtoj detin, do të dëmtoj rrjedhjen, vijën e rrjedhjes nga ura deri në grupdeljen e Izvorit. Përfundoni ujësjellës kanalizime për Tragjasin dhe për zonën të nisura që në 2007. Lidhni qendrat e banuara me stacionin elektrik, bëjeni ujanën e Tragjasit një park ujor publik, pajisni banorët e Tragjasit dhe zonës me dokumentat e pronësisë, të bëhen pjesë e zhvillimit turistik të zonës, e cila po shumë fishohet. Me konsiderat, Kuvendi i Tragjasit mbledhur në 22 mars 2025 me pjesëmarrjen e krajinës së Dukatit. Faleminderit. Specialist